Ke puçra dhe lëkura akneike, ke pika të zeza, pika të bara dhe amore, ke lëkurë shumë të thatë ose shumë të yndyrshme, ke skuqe dhe lëkurë sensitive, apo çfarë do lloj problematike tjetër lëkure që ti ke, unë kam ardhur sot te Glowy Skin për t'ju sugjeruar nga një produkt ose disa produkte për t'ju zgjidhur hall. Fix buz rrugë dhe mund ta gjeni shumë kollaj. Dhe gocat sapo më sugjeruan të gjitha produktet që ato kanë bestseller për çdo problematik lëkure që ju keni. Kto janë 3 produktet bazë që të duhen për një rutinë për personat që kanë lëkurë me tendencë akneike. Nga Dr. G. E para është Larsi në Tright Jelly, i cili balancon pH-in, nuk e than lëkurën, gjë e cila unë e them dhe e rithem në çdo video ku flas për skincare. Parandalon daljen e akneve, si dhe qetëson lëkurën. Gocat më thanë që është shumë e mirë që në rutinën tuaj anti-akne të fusni gjithmonë një serum. Ky serumi përmban një kompleks të disa përbërësve, i cili qetëson dhe parandalon përsëri daljen e akneve. Ky është kremi hidratues, i cili ka shumë efekt qetësues dhe në fakt unë thash se ku e kam parë, por ky kremi ka qenë shumë viral, sidomos në kohën e Covidit. Lutem mos sugjero diçka për pikat e zeza. Pikat e zeza kanë qenë makfi derisa zbulova linjën e Medicube. Këtë gjën besoj se ju e keni parë sepse unë kam hedhur story në Instagram. Ky serumi është praktikisht e njëjta gjë, thjesht në trajt serumi. Të dy produktet kanë të njëjtin efekt, janë eksfoliues të lëkurës. Unë kam provuar shumë eksfoliues më përpara, sepse unë përdor jo make-up, po 3 kg make-up për shkak të kamerave dhe punës që bëj, por e kam shumë të rëndësishme që në darkë të më shkëlqejnë poret dhe të mos ketë pikë pislëku në lëkurë, kështu që eksfolimi i lëkurës është jetësor. Pra nëse doni që lëkura juaj të marrë frymë, duhet ta eksfolioni. Ky Medicube, më besoni mund ta shikoni kudo në TikTok, mund ta googloni, është super viral. Është brendi që unë kam besuar në 100% për sa i përket eksfolimit. Kështu që nëse do një produkt që është shumë i butë me lëkurën tënde, janë të duhurit. Crystal ka një regjim shumë të rregullt gjumi. Fle pothuajse 10 deri në 12 orë gjumë dhe prapë zgjohem me radhë të zinj dhe sy të lodhur. Gocat më sugjeruan këtë serumin në Tright Cremin nga Dr. G dhe më thanë që është absolut bestseller. Përmban jarg të kërmillit të zi, i cili ka efekt zbardhës nëse ke radhë të zinj, si dhe ka efekt lifting nëse ke sy të lodhur dhe të rënë. Kështu që screenshot this. Njolla kafe të diellit dhe njolla post akne. Tani siç e dini, vitamina C është luftuesi më i madh i këtyre problemeve, kështu që unë do ju sugjeroj, unë bashkë me gocat e Glowy Skin, do ju sugjerojmë këtë kremin, i cili ka vitaminë C dhe vitaminë E dhe ka efekt shumë ndriçues, i shoqëruar me këtë ampullën e vitaminës C. Më sugjero diçka për lëkurë sensitive dhe skuqje të vazhdueshme. Këtë gjë e kam pasur edhe unë, mund të them që kohët e fundit nuk e kam edhe aq, por para një viti pothuajse kur punoja në ambiente shumë të mbyllura e kisha tmerr. Gocat më thanë që acidi azaleik është zgjidhja për lëkurë sensitive dhe